Vëllezër dhe motra, duam të dëshmojmë për t'i dhënë lavdinë dhe nderin Perëndis ton për mrekullitë që Zoti ka bërë në jetën tonë. Në 2011 në Argjentinë unë njoha kishë një familjar më ftoi dhe në fund të kultit dëgjova profeci dhe Zoti në profecinë e parë më tha: "Unë do të bëj të lumtur, do t'jap familje, do të plotësoj atë dëshirë të madhe që ke për të bërë baba." Në vitet e mëvonshme unë u përpoqja të ndryshoja, të lija çdo gjë në duart e Zotit dhe Zoti më bekoi shumë shpirtërisht dhe në vitin 2019 në mirësinë e Perëndis, pasi kisha njohur gruan time, u martuam këtu në kishë dhe që atëherë ashtu siç ishte premtimi i Zotit, kemi qenë shumë të lumtur dhe po kërkonim të krijonim familje. Gjatë atyre viteve Zoti vazhdoi të më premtonte, të më thoshte në profeci mua dhe disa familjarëve të mi se do të vinim pas ardhës në familjen tonë, por kur ne filluam të tentonim, nuk po ndodhte. Në një nga premtimet e tij, Zoti më tha se do të më jepte një diagnozë nga mjekët, por të mos shqetësohesha sepse ai do ta ndryshonte. Një vit e pak pasi kishim tentuar të kishim fëmijë dhe nuk kishim pasur rezultat, mjeku më tha se sasia e qelizave të mia dhe lëvizshmëria e tyre nuk lejonin që të kisha fëmijë, më tha se isha steril. Pavarësisht kësaj ne besuam te premtimi, vazhduam të prisnim dhe për hir të mirësisë së Perëndis, pak kohë më pas gruaja ime mbeti shtatzan. Ishte një moment shumë i lumtur, shumë i gëzuar dhe kur do t'ua tregonim familjeve tona e humbëm fëmijën. Por Perëndia në mëshirën e tij bëri që në atë periudhë të vinte për të vizituar kishën tonë në Argjentinë vllai Carlos Alberto, pastori i përgjithshëm i kishës, dhe gruaja e tij motra Raquel. Pastorët, supervizorët na ngushëlluan për vllai ynë Carlos Alberto, na dha disa fjalë inkurajuese, na tha se nuk e dinim se si, por të prisnim premtimin e Zotit, sepse ai premtim do përmbushej, do ta kishim atë bekim në krahët tanë. Zoti vazhdoi të na përsëriste në profeci, ne i besuam fjalës së Perëndis që na tha përmes vllait Carlos Alberto dhe vazhduam të prisnim dhe pas një periudhe kohe kjo gjë nuk po ndodhte, kështu që ju drejtuam sërish mjekëve dhe filluam një trajtim fertiliteti. Këtë pjesë të dëshmisë do ta tregoj gruaja ime. Ashtu siç thotë edhe bashkëshorti im vëllezër, edhe mua Zoti më kishte premtuar pasardhës, madje shumë herët se sa unë të dëshiroja. Erdhi bekimi sentimental dhe më vonë edhe dëshira për të qenë prindër, por në rastin tim diagnoza ishte niveli i ulët i rezervës ovariale. Unë jam 43 vjeç. Siç tha edhe bashkëshorti im, na u desh të shkojmë te mjeku dhe nisëm një trajtim të fekondimit in vitro në Institutin e Fekondimit. Në përpjekjen e parë u përmbushën të gjitha hapat, por nuk munda të mbes shtatzan. Zoti më jepte shumë forcë, pasi isha me shumë shpresë, edhe pse unë përpiqesha ta kontrolloja. Mbani me vete trishtimin e atij rezultati negativ, por nga ana tjetër vazhdonin përpara dhe mblodhen forcat për të nisur një trajtim të dytë. Ai ovulim që kishte ndodhur ishte një cilësie jo të mirë dhe nuk ishte i përshtatshëm për fekondim. Kjo solli dhe në dështimin e 2 trajtimeve të bëra. Erdhi një moment që tham me bashkëshortin se nuk do ta provoj më, pasi edhe specialisti i fekondimit na thoshte se fekondimi in vitro nuk po jepte rezultatet e ne, por duhet të kërkonim një dhuruese të vezëve, pasi vezët e mia ishin të pakta dhe ato pak që ishin nuk bënin. Duke e ditur këtë, unë i bëra një lutje Zotit dhe i kërkova Perëndis me shumë bindje dhe me shumë siguri se ai mund të shtonte ato vezë, se ai mund të përmirësonte cilësinë e secilës prej tyre dhe se unë isha e kapur fort pas premtimit të tij, pasi shumë herë ma kishte kujtuar gjatë gjithë këtyre 3 viteve gjysëm se premtimi do të vinte dhe se atë trashëgimi do e kishim në duart tona dhe se ai do të ndryshonte diagnozën e do të na jepte atë fëmijë dhe atë lumturi në familje. Në lutje unë i thoja këto, por dhe i kërkoja të na mësonte të prisnim me durim kohët e tij dhe i kërkoja të më ndihmonte të pranoja vullnetin dhe kohën e tij. Pas pak kohe, i shkruajtëm motrës Maria Luisa dhe morëm si përgjigje nga ajo fjalë si Zoti do ta përmbush dëshirën e zemrës tuaj, do t'ju jap shëndet të mirë, vazhdoni të luteni dhe ecni përpara. Dhe kështu vazhduam të lutemi për atë premtim dhe i kujtonim Perëndis se ai ishte i plotfuqishëm, se mbështeteshim në fjalën e tij, se nëse ai do të donte, do e bënte të mundur. Dhe ne e dinim se ai donte, pasi gjithmonë na e kujtonte. Gjatë gjithë kësaj kohe, në nëntorin e vitit të kaluar, unë mbeta shtatzën. Ishte një mrekulli e madhe, ishte një lumturi e madhe të shohësh se si Zoti përmbush atë premtim, e sot e kësaj dite ne kemi fëmijën tonë në krah
prej dëmshurisë së madhe të Zotit, pasi ai bëri të mundur këtë mrekulli dhe i japim nderin dhe lavdinë Zotit. E dim se kjo është një punë ekip e të gjithë bijve të tij, vllait Carlos Alberto dhe motrës Maria Luisa, e mbështetjes që Zoti i jep motrës Maria Luisa dhe të gjithë bijve të tij dhe shërbëtorëve të tij, të cilët na mbështetën në mënyrë të vazhdueshme me lutje dhe nëpërmjet dhuntive frymërore. Vëllezër, gjithashtu duam të theksojmë se Zoti nuk e la me kaq bekimin, por pasi erdhi lajmi se bashkëshortja ime ishte shtatzan, unë disa ditë më pas mbeta pa punë. Ishim në një situatë ekonomike të vështirë, por Zoti thoshte se nuk do të na mungonte asgjë, të mos shqetësoheshim, se ai do të na jepte shumë dhurata, se do të na tregonte dorën e tij përmes këtij bekimi dhe ashtu ka qenë vëllezër dhe motra. Zoti na ka treguar bujarinë e tij dhe gjatë periudhës së shtatzanisë morëm kaq shumë dhurata. Dhuratat vazhduan madje edhe këtë javë dhe vajzës time që para se të lindte nuk i mungonte asgjë, kishim gjithçka. Zoti gjatë shtatzanisë gjithashtu na tregonte nëpërmjet ëndrave dhe nga goja e motrës son Maria Luisa na thoshte se gjithçka do të shkonte mirë, sepse Zoti lejoi që për shkak të kohëzgjatjes së shtatzanisë vajza të duhej të lindte me lindje cezariane të planifikuar. Dhe në momentin e lindjes shtatzania u komplikua dhe u desh të vepronin me urgjencë. Gjatë lindjes unë pash se si vajza ime doli nga barku i gruas sime me kordonin umbilikal të mbështjell 2 herë të qafës dhe mjekët ishin të shqetësuar sepse rrahjet e zemrës së bashkëshortes time u ngadalsuan në 50/30, kur rrahjet e zemrës së saj ngadalsoheshin edhe ato të vajzës. Por për mëshirë të Perëndis në atë moment unë munda të hyja në dhomë, preka vetëm dorën e gruas sime dhe ju luta Perëndis që të kujtohej për premtimet e tij, për mbështetjen që jepte motrës son, për atë mrekulli që po bëhej realitet dhe se ne besonim se kjo ishte e mundur. Një sekondë më vonë, ju afruan gruas time, ajo reagoi, mori frymë dhe nga ai moment e tutje të dyja filluan ta merrnin veten. Që nga ai moment vëllezër dhe motra deri tani kanë kaluar pak më shumë se një muaj dhe nuk kemi pasur veç se momente të lumtura. Lotët nuk ishin më nga ankthi apo nga shqetësimi. Ajo që më thanë mjekët se po të kishte kaluar edhe vetëm 1 minutë më tepër, asnjëra prej të dyjave nuk do të ishte pranë meje, ka qenë një arsye gëzimi dhe lëvdimi sepse Zoti deri në sekondën e fundit tregoi fuqinë e tij, përmbushi premtimin e tij dhe na lejon të jemi të lumtur të gëzojmë vajzën tonë. Dhe e gjithë familja jonë dhe njerëzit që na njohin i japin lavdin Perëndis dhe pranojnë se kjo është një mrekulli. Ne sot kemi një familje dhe në rastin ton të dy ishim steril. Zoti ndryshoi këtë diagnozë, jemi të lumtur, jemi shumë të gëzuar që Zoti na lejon të kemi pranë beben ton. Vëllezër dhe motra, ne duam të dëshmojmë të gjitha këto që po ju tregojmë për t'i dhënë lavdin dhe nderin Perëndis ton dhe këtë mrekulli kaq të madhe ai e bëri sepse është i mëshirshëm dhe për mbështetjen që jep motrës ton Maria Luisa, vllait ton Carlos Alberto, të gjithë pastorëve dhe shërbyesve të tij, për të cilët duhet të falenderojmë kishën dhe mbi të gjitha t'i japim lavdin dhe nderin Perëndis ton.